Italia ka refuzuar kërkesën për përdorimin e bazës ajrore Sigonella nga avionët ushtarak amerikan, duke theksuar se procedurat nuk ishin ndjekur nga Washingtoni. Vendimi i vjen në një moment kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës përballen me qëndrime gjithnjëje më të rezervuara nga aleatët evropian për operacionet në Iran. Kështu Trump ka marrë shuplakën e radhës nga europianët, konkretisht nga mikja e tij e afërt Giorgia Meloni. Sipas burimeve të cituara nga Reuters dhe raportimi fillestar i Corriere della Sera, avion amerikan pritej të ndaleshin në Sicili përpara se të vazhdonin drejt lindjes së mesme. Autoritetet italiane refuzuan lejen, duke argumentuar se nuk ishte kërkuar autorizim paraprak, siç kërkohet nga marrëveshjet dypalshe. Qeveria italiane deklaroi se çdo kërkesë për përdorimin e bazave ushtarake shqyrtohet rast pas rasti dhe në përputhje me marrëveshjet ndërkombëtare. Ajo theksoi gjithashtu se marrëdhëniet me SHUBAT mbeten të forta. Megjithatë, zhvillimi pasqyron një klimë më të gjerë tensioni mes Washingtonit dhe disa kryeqyteteve europiane. Spanja ka ndërmarrë një hap edhe më të fortë, duke mbyllur hapësirën ajrore për avionët amerikanë të përfshirë në sulmet ndaj Iranit, ndërsa kryeministri Pedro Sanchez ka shprehur hapur kundërshtimin ndaj operacioneve. Në këtë kontekst, Italia paraqet një qëndrim më të balancuar. Kryeministria Giorgia Meloni ka ruajtur marrëdhënie të ngushta politike me presidentin amerikan Donald Trump dhe deri tani nuk ka mbajtur një qëndrim konfrontues ndaj strategjisë së SHUBA-ve në lindjen e mesme. Ndërsa disa vende europiane distancohen nga veprimet ushtarake të Washingtonit, Meloni ishte një nga partnerët më të qëndrueshme politike të Trumpit në Europë. Megjithatë, refuzimi i fundit tregon se edhe Roma po kërkon të ruajë kontrollin institucional dhe balancën politike në raport me aleatin amerikan. Në planin e brendshëm, opozita italiane ka shtuar presionin ndaj qeverisë për të mos lejuar përfshirjen e vendit në konfliktin me Iranin. Përfaqësues të Partisë Demokratike e kanë përshëndetur refuzimin si një vendim të drejtë që reflekton shqetësimet e ngritura më herët.